Unë fare nuk e kontestoj, as që e vën dyshim patriotizmin e zotri Haradinajt gjatë luftës, edhe para luftës, edhe pas luftës, po jo për demarkacion. Për demarkacionin nuk ishte qëndrimi patriotik. U dhanë 82 km/h për qerek metri katror sa që ke ullë që qëtë. Kjo është. Kush do që ka luftu? Kush do që ka rezistu? Kush do që ka mojt burg? Kush do që ka qenë viktim? Ka qenë për këtë vendbe? S'ka qenë për një vend huj? Normal është me luftu për vendin tonë? është gjëja më normale. Prandaj edhe s'bën mja të pru fort me mburje se për vendin tonë ka qenë. Se po del dyqyshje se ke dosht fort vendin tonë e po dënë tash një farloj shpërblimi me qenë si pas ke luftu për vendin tonë. Është gabim kjo qasje. Jo po edhe në fëmijët është gabim i mësumit e qasje. Edhe brezat e ri është gabim i mësumit e qasje. Angazhimin për këmbë edhe për këtë vend e kemi borgjë, e kemi obligim. E pikrisht qasje e gabueshme që e keni pasur ju, ka sjell në situatën ku luftëtari duhet të shpërblehet me naj shpinë Marigon, me naj biznes, me naj terminal doganor, me naj kompani, me do hektar tokë bujqësore që i shëndron motela në autostradë. E kjo është gabim. Prandaj jemi në këtë pikë ku jemi. Më falni, po kjo është logjik mercenari. Mercenari shkon luftë dhe paguhet, po këtu përbjen që do të me marrë vetë, se s'ka kush pagu. Luftari vërtet është ai i cili s'merr kurrë mas lufte. Edhe që si janë shumica dërmuese, 99%. As 1% luftarëve si keni pushtet. Po qëta që më pak se 1% janë pushtet, janë 100% televizor. E ata tjerë si në kur televizor.